Ne shqiptarët çfarë duam o zemra? Ne diçka duam. Ne duam të qeshim se halle kemi që të gjithë. Në për familjet tona, në për rrugë, gjithandej. Pra kur bën një program televiziv, gjëja më e mirë është që ne të shohim një njeri që na bën për qesh. Kaq. Parë dhe gjestin që ka reaguar në mënyra të ndryshme, për shembull duke kaluar murin e jon. Dhe unë mendoj që edhe për sa i përket dinamikave në shtëpi, ai djalë ka dhënë njerëzve shumë emocion për të qeshur, për të qarë jo, po dashuri është munduar, për të qeshur, lojra pa fund, mënyrë komunikimi të veçantë me banorët aty brenda e ka bërë, më kupton. Dhe mendoj që pra dhe ju e meriton. Ka dhe ato gjërat pastaj që unë personalisht nuk i shoh si fitues, që gjesti për shembull nuk ka një karakter që të ulet si një njeri, nuk respekton një fjalë të një njeriu më të madh, që mund të ketë më pesh ajo fjalë, mund të jetë me kulturë, me dituri, me vend, por gjesti nuk e respekton. Këto janë ato gjërat pastaj që nuk i ka gjesti, por për lojën që ka bërë aty brenda, ka shumë polemi dhe ka shumë njerëz që mund të mendojnë shumë gjëra të ndryshme. Fakti është që unë jam një nga banorët që, siç e the edhe ti përpara, jam përballur edhe me forcat e shtetit, pa dashje, njëkohësisht edhe me presionin brenda në shtëpi. Këto janë shumë faktore shumë të mëdha, që të përmbushim ne si individ ose si lojtar të asaj loje këto parametra, na bëhet një test përpara të gjitha këtyre gjërave. Pra, një test psikologjik dhe shifet dhe biografia pastaj, nga ka ardhur, kush ke qenë, çka ke bërë, me kë ke qenë, edhe shumë gjëra tjera. Pra, unë mendoj, po them unë personalisht mendoj që Jozi është rezervuar shumë me veten e tij, është rezervuar sepse në shumë raste brenda asaj shtëpie presioni është shumë i madh dhe duhet të jesh aq i fortë psikologjikisht sa ti të arrish të mbash edhe të qeshurën që mund të jetë për të qarë. Dhe unë jam mendimi im, gjithmonë mendimi im, jam i sigurt që ai djalë e ka duruar gjestin, se e kemi parë në sekuenca të tipeve të ndryshme që Jozi i është shmangur edhe me shaka dhe me një ofendim, pra i është shmangur kësaj shuplakës, po them, në shumë raste, se dhe gjesti nuk është se është një lojtar me bazament të fortë, me dinjitet që thot prito vlla se unë kam bërë këtë gabim, hajde të ulemi me një tavolinë dhe ta zgjidhim këtë gabim pa hëngër unë shuplak ose pa më ofenduar ti mua. Kjo nuk ka ndodhur kurrë midis gjestit dhe Jozit. Unë nuk kam dhënë asnjë intervistë për këtë pjesë, era i pari i tij që po jap një intervistë. Dhe mendoj që mendoj që ai e ka duruar shumë edhe ajo shuplaka që i dha është vetëm një shuplak nervoziteti, emocioni që ai nuk e ka mbajtur dot më. Edhe pjesa e fundit që ku është hapur dera ishte pjesa finale, po them unë që nervat e atij personi nuk mbajten më dhe bëri atë që s'duhesh bërë. A e vendosi ky incident fituesin? Me patjetër që po. Domethënë ky incident ka vendosur shumë gjëra. Ka vendosur besoj rregull në produksion, se çfarë duhet të bëj. Ka vendosur rregull në respektimin e votave, sepse para këtij incidentit ne kishim një temë shumë të komentuar që Eglit ju mor finalja në kokë me Laertin. Domethënë u thanë që Egli ka qenë 50.000 vota më herët. Dhe mendoj tani për një Big Brother të ardhshëm, jam shumë i bindur që produksioni do t'i mendon mirë gjërat, sepse kur populli është bashkë, edhe kur populli voton, mundi i tyre nuk mund të shkojë në dëm. Dhe mendoj që kjo është një mësim
për të gjithë ato të cilët e bëjnë këtë Big Brother që nuk duhet të bëhet rikthim apo nuk duhet të thesh atë rregull që ti e ke vënë një pikspari, sepse ti si producent e ke vënë zarfin e zi, nuk ta kemi vënë ne. Në momentin që ti nuk e thyen këtë rregull pa marrë parasysh sa klikime mund të ketë, atëherë ka sukses. Por besoj që kjo ka vënë të gjitha gjërat në nivel dhe Gjesti dieshte se do të jetë fituesi, por mbrëm vetëm se u konfirmua më publikisht që fituesi i këtij Big Brotherit është Gjesti, se është e turpshme në qoftë se këtij djalit nuk ja japin pas gjithë këtij rrugtimi të vështirë që ai po kalon brenda kësaj shtëpie. Por mund ta penalizoj fakti që është edhe Egli në finale dhe mund të jetë ndarje votash mes Eglit e Gjestit edhe nga fansat dhe në këtë moment fitoria i shkon Laertit ose Rozanës. Në asnjë mënyrë. Fansat të Eglit, edhe unë jam shumë i bindur që Egli më shumë tifo bën për Gjestin që ta fiton se për veten e saj, se më së shumti mbrëm u kënaq Egli dhe u gëzuan finale për finalist të Gjestit se sa vetë Gjesti. Në asnjë mënyrë përkundrazi unë i shoh fansat tashmë të mirë mobilizuar për të votuar Gjestin dhe kjo as pak nuk do ta çon as Laertin as Rozanën në finale, por do ta çon Gjestin, por edhe Rozana dhe Laerti në fund të gjithë këtij rrugtimit do të binë dakord sepse bëhet për fjalë për një djalë ku ato janë dëshmitar të gjithë rrugtimit të tij. Bërë një veprim serbi. Pra, kush do të ta justifikojë atë veprim që bëri ai, për mua quhet aleati serbit. Pra, mënyra se si reagoi ndaj një shqiptar të Kosovës dhe mënyra e parë që ai ofendoi popullin shqiptar, kombin shqiptar, kundo që ndodhet, duke thënë një shprehje të cilën nuk dua ta përmend. E dëgjuat çfarë i tha aty avokat, sepse nuk është dëgjuar shumë në moment pasi e goditi, pas Nuk më intereson ç'a i tha, më intereson veprimi, ç'a ta bëj unë, ç'a tha ai aty. Çfarë ta bëj? Çfarë fjalie, çfarë provokimi? Po nuk ka provokimi që mund të jetë bërë çfarë loja. Aty u kuptoi qartë. Jozi nuk donte lojë. Jozi donte armë. Jozi donte ta vriste. Po mos kishte kamer, Jozi do ta vriste. Sepse Jozi nuk ishte lojtar. Pra, Jozi nuk ka pasur dëshirë të luaj. Jozi ka pas dëshirë të luaj me atë vajzën, me Loredanën.